Mirdita, sot do bëjem simite me qofte. Qoftet do të jenë një çik si më moderne, si hamburger. Si fillim do filloj me brumin e simiteve. Për qoftet do t'i tregoj më vonë se si bëjem. Po tash do filloj me brumin e simiteve. Të bëjmë simite se këto do brumi që të vi, kjo do një qik kohë në vetë. Dhe po filloj me brumin. Këtu kam 10 grama maja, vire, një baking powder 15 gram, shtoj pak ripsamarin majat e gishtëve, dhe kam 700 ml ujë. Këtu i kam bërë një si grom në mes, edhe hedh të shkrim majaja bashkë me baking powder. Dhe e marr pak e pak mielin. Shtoj prap ujë. Ja shtoj pak e pak ujtin. I shtoj pak vaj. E punoj pak në tango. Edhe pak miell. Hedh pak vaj këtu. Mbledh gjithë brumin. Brumi duhet të jetë i butë. E mbledh kështu me dorë dhe i lë të vijë. E mbuloj me një pecet.
dhe e lët vijë. Tashi po filloj me brumin e qofteve. Për qoftet kam të grirë, gjysmë speci të kuq, pak majdanoz, ligon energjik ose vjoz që i themi, dhe 3 thelpa hudhrave. Krip, 1 baking powder, 1 lug paprika që nuk djeg, rigon, piper i zi, 1 kokorvez dhe bukë të thekme. Po fillojmë me qepën e njom, qepën e thatë, më falni, qepë e thatë është, baking powder, piperin e kuq, nuk është djegës, rigon, piper i zi, aromë, për erë janë shumë gjitha, 1 kokorvez, edhe krip. Kripën do e shikojmë dhe kontrollojmë, këtu kam dhe bukën e thekme. Do e punoj një herë këtë, pas do i hedh bukën e thekme. Për të gjitha këto, kam hedhur këtu 600 gram mish të grirë. I hedh pak bukë të thekme, 1 dorë, dhe e kontrolloj e shoh, po deshi me i hedh, po nuk pranon më, nuk i hedh më tjetër. Po i hedh pak tjetër. Shtoj dhe pak vaj ulliri. E shikojnë qikë për krip, e ka shumë mirë kripën mas, nuk ka nevoj. Hedh pak vaj ullin në dorën time. I shtoj pak vajin poshtë. Edhe brumi qofteve mblidhet njësoj si brumi si brumi bukës. Si brumi simites mblidhet edhe brumi qofteve. Lëshohet nga dora njësoj si brumi. Nuk ngjit me në dorë, duket se është bërë. Është bërë një masë, po e mbuloj edhe këtë, të shplot edhe te ky brum. Pas 10 minutave, brumi ka ardhur, është fry, po e punoj edhe një herë tjetër, ja kështu. Nuk e ngjesh më. E lë prap të vi prap për herën e dytë, bëhen simitet edhe më të fryra dhe më të buta. Prandaj po e lë edhe një 10 minutë tjetër.
Të shpëllove prapë dhe një 10 minutë shtetër dhe pastaj do bëjmë simitet. Mbas 10 minutave të tjera, brumi ka ardhur prapë, shumë ka vajtur, 25 minuta e gjithë ardhja e parë me ardhjen e dytë që e përdora. Tashi po e ndaj nuk po e peshoj, ta marrë me pesh, do t'i bëj sa të më kapi dora. Njëm qik duart me vaj. Është shumë brum. E ha brumin kështu me dorë, edhe vën. Të hapet bëj qik simitje madhe, se do vëm dhe qofte në mes. Kam vënë furrin, të jetë në ngrofje, 160 gradë me ajër të ngrofët. Dhe për 20-25 minuta simitet janë gati. Këtu kam 2 të verdha veze, e kam holluar me qik qumësht, dhe jo kaloj mbi vete. Që të marrë në atë ngjyrën e bukur. Tashi po mere me skuqjen e qoftëve, sa të bëhen simitet, unë po skoj qoftet. E hap me dorë, edhe bëj si pallapet kështu që të jetë sa është simitja, të betë edhe qoftja. Kaloj pak miell mbi vete. Merë me tjetrën. Furrin e kam sopën e kam tek pesa. U hap dhe nga një vrim kështu që t'u hyj javullit piqen dhe nga mesi, i shpër me pirun. I le të bëhen nga një krah, pastaj i kthe nga krahu tjetër. Simitet janë gati, qoftet janë gati, tash po bëjmë burgerin. Ti vëmë me emrin burger. Simitet kanë dalë shumë të mira, kanë dalë të buta. E pres kështu në mes. Dhe pjesën e poshtme kështu me i pjatë. Po të doni, e lieni me majoneze, i me i qik gjallë, mu po e lyje me pak majoneze, të ketë një qik mos të jetë gjethat fare, mund të bëni ketchup me ajo është mas dëshirës. Çdo njerive pas dëshirës e vetë. Ose edhe me qik gjallë të shkrirë mund të bëhet. Një maj thikeve, sa e lyje komplet.
Vëmë një copë sallatë jeshile. Vë 2 fleta domate. Nuk merr më shumë. Vë burgerin, qoften, në mes. Vë një fletë djathë. Mund t'i vëni 2, 3, mas dëshirës. I vë dhe 3 kastravecat vegjël. I vë dhe pjesën e sipërme. I vë dhe një shkop. Shumë faleminderit, ju uroj ditë mbarë.